që ta kemi të qartë edhe shikues tanë, çka konsiderohet intervenim në zemrën? Është vetëm operacioni, hapja, intervenim. Intervenim është edhe stentimi, intervenim është edhe pacemaker edhe të tjera. Cilat janë intervenimet që e ndrojnë këtë stilin që po e përmend të jetës? Çdo intervenim në zemër konsiderohet intervenim, qoftë ai invaziv ose kardiokirurgjik. Në ditë sodi do thotë rëndësi më të madhe kanë intervenimit invazive. Duke pas parasysh se intervenimi është me minimal invazion, si thuash, sepse kemi vesh një shpim që bëhet lëkurës direkt në arterje dhe bëhet komplet intervenimi. Krahasim me kardiokirurgjin që duhet të bëhet operacioni hapur, të hapet komplet gjoksi dhe të bëhet intervenimi. Pra në aspektin praktik është shumë ma thjesht qasja, kurse në aspektin e trajtimit është e njëjta, sepse edhe ata arrin revaskularizmin ose kthimin prapë të qarkullimit të gjakut, edhe ne me kardiologji invazive e kthejmë përsëri qarkullimin e gjakut. Pra çdo intervenim invaziv që bëhet në zemër është një intervenim që pacientin në një farë mënyrë jo rrallë në popullatën tonë thirret operacion zemër. Nuk është domos operacion, se operacion është vetëm bypassi ose intervenimi në valvula, ose të ngjashme që bëhen kardiokirurg. Mirë po edhe kjo është intervenim që bëhet në sallën të intervenimit, që pacienti ka me ndërhyn një intervenimi për trajtimin adekuat, qoftë stentimit, qoftë si që përmene pacemakerin, qoftë elektrofiziologjia për qarkullimin e ritmit. Të gjitha këto janë intervenime në zemër, të cilat krahasohen njëra me tjetrën, të gjitha i kanë përparësitë dhe praparësitë e veta. Pra, në ditën moderne, në kohën e inovacionit, kardiologjia invazive është trajtimi më modern që sot i kushtohet zemrës. Po, jo domosdoshmërisht se secili pacient që e kalon një intervenim ka me kalon mënyrën më të mirë. Pse? Sepse shpeshherë pacientët ka edhe për shkak të gjendjes së tyre psiqike, domethënë për dikon një injeksion, një marrje e gjakut është shumë e vështirë, për dikon është shumë pak problem, dhe për këtë arsye ai intervenim të dikush është shumë i vështirë. Dhe të dikush që ka bërë një herë nuk ka kaluar shumë mirë, është e pamundër të futet edhe herë me bërë ata, ose edhe paragjykimi që i kanë përpara, sepse kemi jo pak pacient fatkeqësisht në ditë sot që kanë një edukatë jo shumë të mirë shëndetësore, të cilët refuzojnë kategorikisht trajtimin modern, siç është trajtimi me stenta ose të ngjashëm. Po gjithçka bën, vetëm stenta mos e vendos. Kanë paragjykime, mungesë të informacionit. Pra trajtimin më modern e refuzojnë, që është pak absurde kështu në aspektin mentalitetit ton si kardiolog, që si ka mundësi një person të veproj aq shumë kundër vetes. E pse mund të ndodhë kjo? A është për shkak të mos informacionit që ndoshta është lobu, ndoshta jo bash pozitivisht për stendat, ose pse mund të ndodhë që një pacient ai shpjegohet mirë, ai shpjegohet mënyra se sa i ndryshon jeta për të mirë, sa i ruhet zemra? Ki plotësisht drejt, pra nuk është një shkaktar për këta, janë disa. Komunikimi është shumë i rëndësishëm. Do thotë dhe ne ndoshta për shkak të angazhimit madh dhe atë stërngarkesës në punë, jo shpesh i kushtojmë rëndësi komunikimit me pacient, që është shumë e rëndësishme, sepse komunikimi me pacient, do thotë shumicën e herë, nëse komunikon si duhet, po thonë një numër i madh i pacientëve pranojnë ata që i thotë mjeku që është për të mirën e mjekut. Dhe kjo, me thënë drejtën, kemi trend pozitiv, për shembull, nuk ka statistika të sakta, mirë po ne e dim për përvojës të përgjithshme që kur ka filluar stentimi në fillim në QKUK, do thotë shumë një numër i madh i pacientëve kanë refuzuar trajtimin. Pra ka ndodhur që për shembull kanë ardhur 5 infarkte më në 24 orëve, u shpunu 24 orë infarkti akut në QKUK dhe prej tyre 2 ose 3 kanë refuzuar. Pra ka qenë një statistikë shumë e keqe, kanë refuzuar trajtimin më të mirë. Ditë sot është shumë e rrallë kjo punë, shumë e rrallë. Sepse është pa që është metodë më e mirë dhe kjo pa nga popullata, sepse edhe ka qenë një metodë e reja atëherë dhe nuk kanë qenë të informuar. Mirë po, kjo pra, është ka një propagandë të keqe, edhe nga mediat, edhe nga shumë mjek, edhe nga popullata, ka qenë ndoshta një trajtim jo adekuat në atë kohë, sepse nuk u bën çdo klinikë universitare dhe dash përmes private, përmes anë dhe kështu që edhe në atë kohë do thotë nuk ka qenë më e mira mundshme, mirë po prapse është bën një punë e mirë, mendoj edhe atëherë, edhe tash, sepse qëllimi është mi trajtu pacientin, nuk është qëllimi ku mi trajtu, as cila është formë, po cila është më e mira për të. Edhe çdo herë që është për të mirën e pacientit, mendoj që duhet të veprohet.
Pra mënyrë absolute nuk duhet të refuzohet indikimi ose domosdoshmëria që vendos një doktor. Në qoftë se ka dilema, duhet më marrë edhe second opinion, me marrë edhe për dikuj tjetër, me kërku ndihmë edhe për dikuj tjetër, prej mjekëve, prej një mjeku tjetër që e beson, po asesi që ta refuzojmë në mënyrë kategorike sepse ajo është jetë shpëtim.